Për ditën e verës, nxënësit e sektorit të artit pamor të shkollës së mesme artistike Prenk Jakova kanë përgatitur një ekspozit me punime të zgjedhura në pikturë, skulpturë, tekstil, grafik dhe qeramik. Nxënësit e klasave të 10-ta, 11-ta dhe 12-ta të kësaj shkolle dhuruan këtë ekspozit të larmishme që pasqyron talentin dhe kreativitetin e tyre. Janë punime të përzgjedhura në kuadër të ditës së verës. Ne duam të përçojmë edhe një mesazh për vendin tonë, për qytetin tonë, që arti është gjithmonë me ne dhe ne jemi gjithmonë ato që mbështesim artin. Patjetër që kemi punimet e tjera në proces, patjetër që kemi projekte tjera që do vazhdojnë, por këto ishin të përzgjedhur si të përshtatshme për ditën e verës dhe të përshtatshme edhe për të prezantuar nxënësit tonë. Skulptori i njohur Ferit Kola, i pranishëm në këtë ekspozit, u shpreh i emocionuar nga talenti i artistëve të rinj. Përpara se marr pranvera, që e sjell Zoti natyra me qelin e luleve një tjetër, mu më ardhur sot pranvera në zemrën time kur që po qelin lulen të shkollë të muzikës, shkollë të arteve figurative, të cilën për cilën kam punuar tash 50 vjet. Kam dalë në pension, megjithatë unë këtu e kam zemrën dhe shpirtin. Më bëhet sjevi jashtëzakonisht që me të vërtetë shoh se këto po mohen mbi traditën dhe mi atë themel si kena hedhë në atë kohë. Me të mollin Dani Shukni, me Jakub Kerën, me Anxhelit Dotmasej, me Smalin e me tjerë. Më vjen jashtëzakonisht që vazhdon e mohet me thoj, sepse kuptohet se kanë ndryshuar kushtet sociale, politike etj. Po prapë të marrë shpirtin. Për këtë ekspozit janë përzgjedhur 20 punime të nxënësve dhe ajo do të qëndrojë hapur në holin e katit të dytë të shkollës së mesme artistike Prenk Jakova për disa ditë.